herën e fundit kur ju kisha këtu në studio, ju kisha në cilësinë e partisë Guxo, tash në LDK. Pse e braktisët fillimisht të Guxon, u bashkuat me LDK-n, a ka shpresë përfitore me LDK-n? Po. Unë kam dalë nga LDK-ja bashkë me Vjosa Osmanis, duke qenë deputeti i LDK-s në 2 mandate, në vitin 2021, duke votuar mos shkarkimin e Zotit Kurti, dhe kemi pas një besim që ky bashkëpunim do të vazhdoj, orientimi jonë euroatlantik do të vazhdoj, projektet kapitale do të vazhdojnë dhe shumë gjëra tjera të cilat kemi pas besim që do të vazhdojnë. Tash shumë veçanërisht viti 2025 më ka zhgënjur shumë konkretisht koha e blokadave të panevojshme ku ne, grupi jonë parlamentar, konkretisht i udhëhequr nga Zoti Kurti, që nuk ishte edhe vullneti krejt dhe kolegëve të mi, por ishte vullneti i tij dhe një grupi rreth tij që të shkakton bllokadat pa numërta, duke vendosur me 10 herë Albolena Haxhian. Jo pse Albolena se meriton, por nëse 2-3 herë, ose 5 herë, ose 10 herë nuk zgjidhet Albolena, ka qenë rendi me ndru. Momentin që e kuptoj Zoti Kurti që nuk po votohet Albolena, insistoj që derisa dhe gjykata kushtetuese e tha me ndru me bon vetëm 3 herë. Prapë vazhdoi, i ndroi disa kandidat, edhe erdhte një zgjidhje që ishte një zgjidhje imponueshme, zgjedhja e Dimal Bashës, dhe këtë kjo blokad. Pra në atë periudhë ju nuk e lat? Nuk e lam, sepse ne akoma besonim që do të ketë një zgjidhje politike, do të ketë një bashkëpunim, dhe u futëm në fazën e zgjedhjeve, cila rezultoi të jetë në 28 dhjetor, dhe Zoti Kurti me një farë mënyrë mbas asaj informatave që i kemi pas, edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit ka pas takime me zonjën Osmani dhe i ka premtuar që do ta përkrahë në mandatin e saj të dytë, për shkak edhe punës. Ata janë pajtuar që kanë dallime, domethënë, sepse shumë normale që në politikë kemi dallime edhe brenda familjes politike të njëjtë e leje 2 lider, por janë pajtuar që për të mirë Kosovës të vazhdon ky binam. Por me njëherë pas zgjedhjeve diçka ndryshoi në kokën e Albinit. Të kush ndryshoi? Ndryshoi në kokën e Albin Kurtit, disiu ju duk sikur më nuk ka nevojë për Vjosa Osmanin, dhe filloi me ato odeseadat, ato shtyrjet, jo njëherë është trendi 4 i ditës në kuvent, pastaj filloi jo na duhen 83, na duhen 84, nuk na duhen këto, jo ka jo. Dërsa LDK-ja e shpreh vullnetin e saj për t'i dhënë votat për Vjosa Osmanin, Zoti Kurti asnjëherë të vetme, as në grup parlamentar, as publikisht nuk ka thonë që për ne është e pranueshme Vjosa Osmani. Dhe kur flasim për Vjosa Osmani nuk është emri i përveçëm ajo, sepse emri i përveçëm